29 tendera, 30 milion euro, 3 leje ndërtimi, të gjitha të futura në një gojë të vetme, të hapur nga firma personale e kryetarit Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj. Me njëherë pas publikimit, depozitova kallëzimin penal pranë prokurorisë posaçme, pranë Spakut. Hetimi i prokurorisë në fakt në ndrejtimin e prokurorit Klodian Brau, faktoi plotësisht denoncimin dhe çoi për gjykim të gjithë zinxhirin drejtues të Bashkisë Tiranë. Për 44 javë me radhë, protestuan para bashkisë për një parim themelor dhe universal. Vjedhja e parave publike nuk mund të amnistohet dhe dëmi duhet të kthehet qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Sot, gjykata e apelit për krimin e organizuar dhe korrupsionin vendosi përfundimisht kapakun. Jo mbi krimin, jo, por mbi drejtësinë, mbi shpinën e dërmuar të qytetarëve të thjeshtë. Drejtuesit e bashkisë, përveç njërit, dolën nga salla jo si të penduar, por të larë, po si urrëzuan edhe dënimet simbolike të shkallës së parë. Një dosje e varrosur me ceremoni nga një drejtësi që sot prodhoi një kukull fajësie në fakt një alqibllako të dytë, që i varën të gjithë peshën e një grabitjeje kolektive. Të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranë me përjashtim të Mariglen Qatos u shpëtuan përfundimisht nga përgjegjësia penale. Një lloj si tek inceneratorët, aty ku janë zhvatur në fakt plot 200 milion euro, edhe aty fajin e mban një emër i vetëm, ndërsa sistemi u shpall i pafajshëm. Ky vendim nuk mbylli vetëm një çështje, por zyrtarizoi një doktrinë ku krimi firmoset në qetësi me një stilolaps dhe firma për shefin është Jelek Antiplumb Penal.